Telkos, dashnin lidhje të parë. Shikues të dashur, tash pas të recetës është koha edhe për një takim të radhës me Ardionën, që tash e kemi jashtë studios përmes lidhjes direkte. Ardion, mirëmëngjes edhe një herë, linja për ty. Mirëmëngjes, Agnes, edhe një herë për ty dhe për gjithë që po vazhdojnë me qëndru me programin e mëngjesit. Ne kemi ardhur tek kompania rajonale e ujësjellësit të Prishtina, duke ditur që së fundi kanë bërë njoftime nga më të ndryshmet, duke përmend kështu edhe zonat në të cilat do të kryen intervenime. Kjo është e mira që edhe përmes faqes së tyre zyrtare bëjnë njoftimin për qytetarët, por sigurisht ka edhe disa sfida, kushtimisht ku i quaj kështu, sepse përmendin që gjatë punëve në teren ata hasin edhe në vjedhje të ujit, pra furnizimin me ujë të pishëm, keq përdorimet e gjitha këto, po do i bisedojmë bashkë me Arjeta, mjekun qershëdhënëse nga KRU Prishtina. Arjet, mirëmëngjesi dhe faleminderit shumë për kohën. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që keni ardhur në ambientin e kompanisë rajonale të ujësjellësit Prishtina. Si gjithmonë, po të flasim fillimisht për këto intervenimet që janë lajmëruar për disa prej zonave të Prishtinës. Të përmendim çfarë lloj intervenimesh janë edhe sa pritet të zgjasin që dinë edhe qytetarët për pjesën e furnizimit me ujë të pishëm. Po realisht ne çdo ditë në orën prej 8:30 deri në orën 9 i publikojmë gjitha rastet në të cilat do të intervenohet në zonën e shërbimit. Dhe kjo bëhet për shkak të riparimit të defekteve. Defekte këto që janë të lajmëruara nga qytetarët në qendrën e thirrjeve të ne. Dhe brenda ditës kemi diku prej 5 deri në 15 raste të tilla që lajmërohen nga qytetarët, por disa nga rastet ne duhet ta ndërprejmë furnizimin me ujë që të sanojmë defektin, por ka raste që edhe pa ndërprerje të ujit ne intervenojmë për ta riparuar atë defekt. Pra çdo mëngjes ne publikojmë rastet në të cilat do të intervenohet për shkak të defekteve në gypa primar dhe sekondar. Tek rastet kur bëhet ndërprerja ujit të pishëm, zakonisht sa mund të jenë reduktimet ose koha që zgjat ajo periudhë e ndalesës? Po varsisht nga natyra e defektit. Nëse është gyp primar, ndërprehet uji për një zonë më të madhe. Dhe varsisht nga natyra e defektit, a është dëmtuar vetvetiu apo është dëmtuar nga ndonjë palë të tretë, sepse kemi pas raste që gypat tonë dëmtohen edhe nga palë të treta. Po zakonisht gjasin 1 deri në 2. Palë të treta janë kompani të tjera, operator ekonomik të kompanive të tjera që pa pyetur fare se ku qëndron rrjeti i ujësjellësit dëmtojnë gypat tonë dhe pastaj ne duhet të dalim në ndihmë qytetarëve që t'i sanojmë. Ka edhe prej operatorëve ekonomik që në moment që dëmtojnë gypin e riparojnë, por në të shumtën e rasteve ne merremi me këtë sanim. Tash, edhe pse e përmendëm që në faqen zyrtare veç janë njoftimi për zonat, ti tregojmë kështu edhe për gjithë ata shikues që s'kan ndërta qasje direkte, në cilat zona do të ketë intervenime pra për furnizimin e ujit të pishëm? Po sot për shembull ende nuk kanë ardhur në cilat raste, në orën 9 deri në orën 9:30 do t'i publikojmë në faqen tonë. Rastet vinë nga teknika, ata i kanë marrë shënimet nga dispečeria dhe nga qendra e thirrjeve dhe rast për rast dalin dhe intervenojnë, ato do të publikohen në faqen tonë. Ende nuk kanë ardhur nga teknika për ditën e sotme. E pam edhe tek problemi që ishte me ujin e pishëm, pra dhe me turbullirën tek Iberlepenci, tregojmë pak për furnizimin tashmë me ujë atje edhe zgjidhjen e problemit si qëndron tash gjendja. Po realisht ky ka qenë një problem që është intervenuar nga ndërmarrja Iberlepenc në riparimin e kanalit të Iberlepencit, gjë që është gjë e mirë për qytetarët që çdo gjë të riparohet. Ndërkaq uji kur ka ardhur në kanalin e Ibrit ka ardhur i turbullt, normalisht për shkak të punimeve dhe ka qenë e pamundur të trajtohet në impjantin e trajtimit të ujit në Shkabaj, me çrast impjanti ka qenë jashtë funksionit. Ne i kemi njoftuar qytetarët momentin që e kemi pasur nuk mund të trajtojmë ujë, sepse kemi pas komente se pse nuk na keni lajmëruar 24 orë më herët. 24 orë më herët lajmëruan raste të cilat janë punime të planifikuara nga ana jon, por kur ndodhin aty për aty, ne i publikojmë edhe aty për aty. E kuptojmë shqetësimin e qytetarëve që në këtë vakt mos kanë furnizim me ujë, sidomos në ndërtesa kolektive. Është shqetësim i pranueshëm, por edhe ata duhet ta kuptojnë një gjë të tillë. Ndërka sot veç dje ka filluar të stabilizohet, sot veç pothuajse tërë zonat janë duke marrë ujë për pije. Kjo është mira. Një çështje tjetër që du me diskutu është edhe njoftimi për disa raste të vjedhjes së ujit. Pra, ishte fshati Konju në komunë të Lipjanit me sa e pash, një prej njoftimeve të fundit, duhet di pak për këtë problematik edhe si po qëndrojmë jo vetëm në atë vend, po në përgjithësi sa po keni raste të tilla që ballafaqohen gjatë punës teren. Po zakonisht zhurmagjit më shumë të keq përdorin ujin, zakonisht zhurmagjit më shumë të flasin rreth çështjes së ujit ose kritikojnë.
ka pas rrjedhje të madhe të ujit dhe ka pas humbje të mëdha të ujit dhe ne kemi zënë kyçe ilegale në sistemin e rrjetit ujësillësit, nuk është e vetmja. Kyçe të tilla ka çdo ditë dhe këto zbulohen nga inspektorët tanë dhe secili rast raportohet në zyrën ligjore të kompanisë dhe procedohet më tutje për kallëzim penal. Përveç që shkyqen nga sistemi i furnizimit me ujë të pishëm, rastet e tyre dërgohen në gjykatë kompetente, sepse vjedhja e ujit në çfarëdo forme dënohet sipas kodit penal të Republikës Kosovës me burg deri në 3 vjet. Por gjykata është ajo që vendos edhe dëmin e shkaktuar apo gjithçka tjetër. Ma kemi raste po thotë të shumta. A mund të dim përafërsisht sa identifikohen për shembull për një periudhë saktuar? Po mund të identifikohen 3 raste në ditë, 5 raste, 10 raste, varësisht ku inspektorët ku i kanë zonat. Por këto raste janë shqetësuese sepse pikërisht këto raste e rëndojnë edhe furnizimin me ujë të pishëm për konsumatorët e rregullt. Me shfryzoj rastin që konsumatorët e rregullt i falenderoj fillimisht për pagesat shërbimeve të ujësillësit dhe u bëjmë apel atyre të tjerëve që të bëjnë pagesë për shkak që me pagesat e tyre ne investojmë çdo herë në infrastrukturën parësore dhe dytësore të rrjetit të ujësillësit. Po shkojmë drejt temperaturave të larta, me qenë si qershorin vetë se kemi nis me to, por që pritet jenë edhe më të larta tutje. E dim që nivelin e ujit në liçene kemi pas goxha speed, si që ndrojmë tash për tash në përgjithësi me furnizimin që i bëhet gjitha vendeve që i keni. Po ne kemi pas shira të mjaftueshme, shihen edhe gjelbrimet që janë në natyrë. Niveli i ujit në liçenet akumuluese është i kënaqshëm. Kjo garanton furnizim me ujë deri në fund të këtij viti, por duhet i ruajmë këto burime, duke pas parasysh që nga burimi i Badovcit, apo liçeni i Badovcit, në vitet e 60-70 janë furnizuar me ujë 39.000 banor dhe mund ta dim se është 10 fishuar ky numër dhe është po i njëjti liçe. Mirë po me këtë rast ne jemi duke marrë edhe me planifikim dhe zhvillim për të ndërtuar stacione të reja të pumpimit, për të ndërtuar rezervuar të rinj, në mënyrë që qytetarët të kenë një ardhmë më të mirë me ujë të pishëm. Pra ujë do të ketë nëse nuk keqpërdoret, ndërkaq zero tolerancë për keqpërdoruesit e ujit dhe ata që kyçen ilegalisht në sistemin e rrjetit ujësillësit. Arjes, shumë faleminderit për kohën edhe për këto sqarime që i keni. Faleminderit nga ana juaj. Agnes, kemi qenë bashkë me Arjeta Mjekun nga KRU Prishtina, siç edhe potencoi për disa herë me radhë, vjedhja e ujit është e patolerueshme edhe e dënueshme po ashtu e përmendi edhe vetë, kështu që të kemi parasysh që është uji i pishëm dhe na shërben gjithëve në këtë vend ku po jetojmë, e të mos e përdorim ato, se të mos bëjmë kyçe ilegale, që sigurisht i kushton pikë pari xhepit tonë pastaj edhe vetë kompanisë. E drejtojmë linjën në studio nëse ju s'keni diçka për të pyetur. Ardian, faleminderit shumë për këtë lidhje direkte, faleminderit për këto informata të cilat i sqaruam bashkë me zonjën,